Vazhdojmë me mësimet që kanë të bëjnë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku sot do të tregojmë diçka rreth martesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Hatixhen. Kjo martesë është njëra nga martesët e bekuara në Islam, martesë e cila e ka ndihmuar Islamin deri në frymën e fundit që e ka pas Hatixha radhiyallahu anha, dhe që me automatizëm kjo gru bëhet nana e muslimanëve deri në ditën e gjykimit, edhe është nga gratë e para që e pranon Islamin. Është gruaja e parë e cila e pranon Islamin, ku më vonë do të tregojmë meritat dhe vlerat e pranimit të këtij Islamit nga kjo gruaja e bekuar. Hatixha radhiyallahu anha, pasi që e dërgoi shërbetorin e saj Mejserën me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Sham, në Siri, që të bën tregti me mallin e Hatixhës, kur kthehet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej Sirisë, i kthen shumë fitim Hatixhës. Ajo edhe më herët kishte çuar njerëzit të ndryshëm në Siri për me bëu tregti me mallin e saj. Ama askush deri në atë moment nuk i kishte pru aq fitim të madh. Kurse ndërkohë Hatixhës shumë njerëz të pasër e menam e të mbdhej të Mekës, çka i çonin mësit shkues, sepse Hatixha ishte e pamartuar. Dhe shumica i çonin shkues Hatixhës, mësit, ajo gjithë i refuzonte. Njerëzit pasur, njerëzit me nam, njerëzit njohshëm, gjithë i refuzonte, nuk i kishte ndërmend që të martohet. Por kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u kthi me mallin e saj, me pasurinë e saj prej Sirisë dhe ja kthei shumë fitimin e madh, gjithë fitimin që e fitoi, kjo u habit dhe u interesu rreth për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe gjithë e lavdrun. Edhe i tha Nefisës, shoqës së saj, që përmendet se ka pas emrin Nefise, i tha: "Oj Nefise, çka ta merr mendja unë sikur t'isha martu me këtë djalosh?" Përmendet me këtë djalosh sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në kohën që martohet me Hatixhen, që ta përmendin në martesën, i ka pas 25 vjet, kurse Hatixha i ka pas 40 vjet. Dallimi mes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe Hatixhës ka qenë do të parafërsisht 15 vjet dallim në moshë. Dhe Nefisja çfarë bën? Shkon dhe i tregon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Hatixha interesohet për ti, mu martu me ti. Kështu nisin punë të mira. Fatkeqësisht këtë zaman, këtë punë të mirë e kemi lënë anësh. I shohim një vajzë të mirë, edhe një djalë të mirë, veçsa na mi bo bashkë bëjmë fitne. Veçsa na mi i thon atij babës që e dim se ka një djalë të mirë, o ti burr, o ti shok, o ti aran, o ti kusherin, e kam e njoh një vajzë të mirë për djalin tënd, hajde të bëmi sebe. Po çfarë bëjmë në atritën, vensa na mu kujdes për ata që me vaxhet, ortakin, çiftin, eshin, i lom ata që na për rrugë mu gjetë. E masane me pas të lash edhe probleme, të cilët gjithve na kanë ardhur mbi kry. E kështu është zhvillu jeta martesore edhe në ignorancë, para se marrë Islami është kjo. Nefisja shkon i tregon pejgamberit. Pejgamberi sa çka bën? Nuk shkon me a gjyk një letër të dera, por i kallzon migjes vet. Ebu Talibit, ishte në shtëpinë e Ebu Talibit. I thotë: "O miq, kam nis mu interesu për Hatixhen, që ishte e njohshme në Mekë, gjithë e dinin Hatixhen. Të ngru me nam, me pasuri, me gjitha të mirat." Edhe migjeve çfarë ban? I mbledhi vllaznit e vet, edhe shkun kush te migja Hatixhës, sepse babën se ka pas gjatë. Edhe gjithë këta kanë shku Ebu Talibi me vllaznit e vet te migjaja Hatixhës dhe i thanë: "Na kina ardhur që mbesën tonë dhe çikën e vllavit tonë Hatixhen me lip për nipin tonë, djalin e vllavit tonë Muhamedit, që këta dy do të thotë mi bo bashkë." Migja e Hatixhës pranon me njëherë dhe çka ja bën për hajr, bohon një qa këshirni. Janë konëm dinsëza, pa fe në këtë kohë, ignorant.
Ama rendi martesës tu se janë shqiptarë, subhanallah, sikur që ka qenë të na. Rendi i fejesës se këtë fazë e kanë qujtë fejes, derisa ai ka pranu që me vadhon dorën, me vabo për hajrë. Mas kësa i kanë bo një qa, edhe bë njëherë e kanë bo darsmën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ai ma do të bon burr e gru me Khatijën radiallahu anha. Këto rende janë rende të cilët njihen mbi 1400 vite, që na alhamdulillah aloj kemi prezent në mesin e muslimanëve tonë, që ka tendenca të rrezikshme dhe të hatashme nga dikimet e qufarve dhe jo muslimanëve, që muslimanëve me vahumb këto tradita të cilët janë pozitive e të mira dhe të cilët janë dobiprurse për muslimanët, që ruajnë derën dhe namazin, ndryshe mendojnë dhe gjykojnë dhe vendosin baballart e pleqt e migjallart e një trivit, ndryshe mendon dhe vendos ai rivja apo ajo e reja. Edhe pse Khatijja i kishte 40 vjet, nuk morë vendim vet, po dashti ta dije mendjen e këtij djalit që i pëlqejte shumë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk shkojë me i thon vet, por e çoj shoqën e vet, çka ta mate pullcin e Muhammedit, ta shofe se ku është ke, a e ka menin më martu, a e ka rendet apo jo. Dhe ajo i tregoj se Khatijja ka mendim shumë mirë për ti, shumë është e kënaqur për tregtin që e bone, i ki pëlqy si njerë dhe si kështu me radh, edhe pejgamberi sa e morë vesh të mësinin. Edhe mu njeri që e mësit, shkus Khatijgjës. O vlezër, o xhamat, o musliman, na mënyrën e martesës dhe fejesës du të vazhdojmë në këtë mënyrë, jo rrugëve. Jo na për Facebooka, jo na për interneta, jo na për vendet të liga e të këqija. Edhe du që këtë tërbije, këtë edukat me u adhon bive dhe bijave tona, djemve dhe vajzave tona. Sepse është traditë e njohur me shekuje me vite, që na alhamdulillah e kemi pas dhe ala e kemi. Po edhe të rritë, nëse një vajzë i afrot, le ta refuzon, sepse ajo sikur që të është ofru ti pa lejnë e babës vetë, ndoshtë edhe 100 tjerëve para ty ju ka qu selam. Po edhe një iri i cili i afrot një vajzës, edhe ajo vajzë le ta din që ky rivi sikur se i është ofru kësaj dhe i ka propozu martesë dhe fejes, i ka propozu 100 vajzave para saj më herët. Le ta din se ky burr nuk është vetëm i kësaj dhe kjo gru nuk është vetëm e këtij. Sepse ajo që ban një herë kështu ka bo edhe më herët, që e ka hup marrën edhe merr guximin që me kërku martesë direkt prej djalit apo djalit direkt prej vajzës. Që nuk është moral dhe nder që du ta ketë një vajzë apo një djalë musliman. Lësë Allahun që t'i runë tritet ton nga këto vese të këqija. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si martohet me Khatijën, Allahu azza wa jall i jep disa fëmijë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me Khatijën. Disa fëmijë jep, ja ban nasib dhe rrezik pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me Khatijën. Djalin e parë e ka El Qasim. Fëmijën e parë që e lind Khatijja është Kasimi, El Qasim. Pastaj Khatijja e lind Zejnebën, dy e lind Ruqiyen, e lind Ummu Kulthumin, edhe Fatimën, edhe në fund e lind Abdullahin. Veç Ibrahimi, djali pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka nuk është me Khatijën. Gjithë fëmijët tjerë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë me Khatijën. Tu di djem që i ka me Khatijën, El Qasim dhe Abdullahi vdesin, duke qenë të vegjël fëmijë. Kurse vajzat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjitha i jetojnë, e pranojnë Islamin, bëjnë hijret prej Mekës në Medinë, edhe gjitha vdesin para se të vdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përveç se Fatimës. Fatimja jeton edhe 6 muaj mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domethënë Fatimja radhiyallahu anha vdes 6 muaj masi që vdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam derisa ka qenë gjallë Khatijja radhiyallahu anha nuk është martuar me asnjë grup tjetër. Hënës mas vdekjes së Khatijës është martuar
me gratë tjera që do të përmendmi dikur më vonë kur t'i vjen momenti. Këto janë mësime që nxjerrin nga martesa e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me Hatixhen, mënyra e ofrimit të martesës dhe se sa fëmijë ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Hatixhen radhiyallahu anha. Shkurtimisht sa fëmijë kanë me Hatixhen, kush i numëroj? 6. Allah shpëbleft. 6 fëmijë do thotë i ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Hatixhen, 4 vajza, 2 djem. 4 vajza, 2 djem. Përmendni këtu ndërtimin e Qabës. Histori dhe ndodhi që ka ndodhur para se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëhet pejgamber. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kishte 35 vjet. Mekasit vendosën që me rindërtu Qabën, me rënu krejt deri në temel, edhe pastaj me bë rindërtimin dhe tëtë prej fillimit. Shkaku i renovimit të Qabës apo rindërtimit të Qabës do të kanë qenë të shumta. E para, sepse Qabës do të t'ju kishin rënu një pjesë e munave dhe kishin ra shumë poshtë dhe disa vjedhës kishin hinë brenda në Qabë dhe kishin vjedh një pasuri të madhe e cila ishte pronë e Qabës. Sepse njerëzit edhe përpara kur kanë shku në Qabë, edhe pse s'kanë qenë musliman, janë mundu që me lonë dhe një dinar në murin e Qabës, që ai dinar me shërbi për të mirat e Mekës dhe Qabës në rrethin. E dikush kishte marrë guximin dhe kishte hi e kishte vjedh atë madh me të padrejt ku me lejnë Allah të vazhdojmë në xhamon ardhshme. E kullu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.